Kosovë këtu. T'jeni sigurt që ju do të ndaloni sepse është rregull ndërkombëtar, rregulli i policisë të Interpolit. Prandaj nëse jam keq kuptuar me dikën, është tim tjetër, por ne kam folur një realitet që është që do të ndaloni nëse ekzistojnë ato lista. Tani, ne si organizator nuk kemi asnjë mundësi me marrë këtë garancë, sepse ne kemi organizuar protestën, nuk mundemi ju thonë juve e janë lirisht. Sepse nuk ekziston kjo formë, do thotë, nuk ka asnjë shtet që mund me ta garantuar ty që personi që janë në pikë kufitare, dorëzonë të njoftimin gjendet listë Interpolit të liran. Nuk është rregull ky që ti do të mund ndalu me automatizëm si të figurosh në këto listat Interpolit. Dhe o vëllohu që këja se ka regjistrin e personave që kanë flet arrest nga Interpoli, apo jo? Askush tjetër pas ministrive të punëve të brendshme të shtetit përkatëse që janë anëtarë të Interpolit, do të thotë, nuk ka mundësi me pas kush atë listë. A do të shkoni ju, Sylla, dhe pjesa tjetër e organizatorëve? Po, dikush nga ne, po, sigurisht që do të jetë atje, sepse kemi marrë edhe fjalë, kemi me pas edhe fjalë atje, sepse ne jemi organizatorët atje. Po prandaj neve nuk e marrim barrën e përgjegjësisë, eventualisht nëse ndonjë bashkëpunëtor i unë ndalet atje që ne më i thon atij të garantojmë ty që edhe nëse ndal dikush ka më të liru. Jo, ka komunikim tash ndër institucional. Veç edhe një sekondë. Ka sigurt edhe diçka që është më e rëndësishme. Ne kemi disa muaj që na ka ndaluar një bashkëpunëtor i unë atje. Edhe pastaj pasi që aty u ka ndruar masa paraburgimit prej paraburgimit në arrest shtëpiak, ai është obligu që mu arratis nga Maqedonia Veriut me orën Kosovë për shkak të frikës të se ndonë se gjykata kishte pas mundësi ndoshta me vendosë që mu ekstradu ai qytetari i Kosovës, këtë rast bashkëpunëtori i unë. Prandaj tu i pas parasysh këto ndodhi që ka ndodhur më herët me bashkëpunëtorët tonë, ne kemi dronë tonë, nëse ka bashkëpunëtor që s'ka qenë fare në Maqedoninë e Veriut, asnjëherë, edhe mund të jetë lista e Interpolit, i lutem me pas kujdes sepse Maqedonia e Veriut ka mundësi respekton ato flet arreste që lëshon Serbia. Ne kemi plot shtete të tjera të Evropës të cilat nuk i respektojnë këtu arrestet të Serbisë, por fakti që një bashkëpunëtor i unë para disa muajve është arrestuar, e më pastaj është dashur arratiset nga aty, neve na lëmë dyshuar që ka mundësi që Maqedonia e Veriut me i respektu flet arrestet e Serbisë të lëshuara përmes Interpolit. A ka pas komunikim tash ndër shtetror për këtë çështje të protestës? A keni informacione? Jo i nderuar, neve ju e dini shteti jonë, neve as që na konsiderojmë që ekzistojmë dikon, do të thotë, shteti jonë, pra Kosova në këtë rast, do të thotë ne që 5 vite si fare komunikim me shtetin tonë. Ne kemi pas komunikim si organizatorë, si shoqëlla dala nga lufta, kena pas edhe me BDI-n atje, me qere kryesor të Tjali Ahmeti, po kemi pas edhe me oponent të koalicionit Vlem, pra nga partitë shqiptare që përbën këtë koalicion. Edhe ata gojesht në kanë thonë që ne nuk do të kemi probleme. Nuk kena hasë në ndonjë problem, edhe ju lutem as ju mos provokoni, po se besojmë që as nga ana e shtetit ka me pas një provokim, kështu që protesta jemi të bindur që ka me kaluar qetë niveli më të mirë të mundshëm. Por eventualisht nëse dikush ka menduar që pikat kufitare do të lirohen për qarkullim pa u identifikuar fare askush, një gjë e tillë nuk besoj që mundet me ndodhë, sepse nuk ka ndodhur asnjë me protestën kur ishim ne në Tiranë. Edhe pse ata na thanë gojarisht që do të ketë lehtësira shumë të mëdha, e zyrtarisht nuk ka mundësi me shteti me bëni gjë të tillë për shkak se këtu shtete edhe sigurisht edhe Kosova aspirojnë me qenë pjesë e Bashkimit Evropian, edhe kjo kontrolli kufitar në këtë rast është element kryesor që ti dush me plotësu, do të thotë me rujt kufit tu, mos me lënë me leju kontrabandë, gjëra të tjera që mund kesh përdorur atë nëse ti merr një vend të tillë. E qartë, Sylla, cili është itinerari tash i organizimit të nesër, që ta dinë edhe qytetarët që duan vini nesër në Shkup? Po me qenë se nuk kemi organizim,